ka qenë shqetësimi lidhur me ekspozitën edhe rolin e qeverisë edhe të kuvendit përmes financimit të kësaj ekspozite, e cila edhe për ne si deputet kuvendit të Kosovës, por edhe deklaratat që kanë dalë nga protagonistët e këtyre ngjarjeve nuk rezultojnë me të vërtetën historike, është një devijim që konsiderohet i qëllimshëm ose i pa qëllimshëm, po që duhet të vërtetohet në aspektin institucional, edhe kjo pjesë e përgjegjësisë ju takon edhe juve si kategoria re institucionale mbrojtja e vlerave të luftës shtirtare. Mu m'intereson sepse kam menduar që do të kemi edhe material paraprakt, shohim cili ka qenë financimi i shtetit rreth kësaj ekspozite ose libra të cilat tash përfolen, një ndër libra që ekziston pjesa faktike e financimit nga Ministria e Punëve të Jashtme, ku është shpërndarë, kush është shpërndarë, cili ka qenë qëllimi, a ka pasoja nga këto devijime historike, cilat janë të dhëmshme, sepse ka të bëjnë me ngjarje tragjike të luftës, që flitet për masakra, evidentimin e numrit, njerëzve, familjarëve, edhe gjithçka që lidhet, që është temë edhe sensitive, por është në fundit është çmimi që ka pagu populli shqiptar për liri edhe pavarësi, sidomos në luftën e fundit. Mua më intereson jo interesimi yt, po veprimet e juaj në kompetencën të cilën bijnë, veprimet institucionale. Nuk e pëlqej as atë që quhet gjyeti i shtrigash në raport individit me këndo qoftë ai, sepse ne e dim, ka mujt me qenë këshilltari i kryeministrit, ose ka qenë faktikisht, jo që ka mujt, por ka qenë këshilltari i kryeministrit aktual, ka pas opinione publike kontroverse në kuptim me njerëz që spajtohen me realitetin historik çfarë ka ndodhur në Kosovë, po mu si deputet i kuvendit të Kosovës edhe flas pa modesti si mbrojtësi taksa qytetarëve të këtij vendi, mendoj që qeveria ka për obligim ose dikasteri juaj tash në kompetencë të evidentoj këto fakte dhe t'i sjell para përgjegjësisë politike. Ku flas para përgjegjësisë politike sepse ne nuk kemi vendimarrës penal as juridik, ajo pjesa juridike që i takon institucioneve të pavarura që janë gjykatat edhe prokurorin, dhe unë besoj që ata duhet ta bëjnë punën e vet ndaj kujt do të qoftë dhe kush do të qoftë që deformon të vërtetën historike, infekton qytetarët me të pavërteta në kuptimin e kontributëdhënësve, pavarësisht dallimeve politike çfarë i kemi ne në Kosovë ose përballjet politike, dhe në fundit ne duhet që të jemi më koshient, më të bashkuar në kuptimin e mbrojtjes së realitetit, çfarë do të qoftë që ka ndodhur në Kosovën e luftës ose në Kosovën e pas luftës. Dhe realiteti është një, ai është i pa kontestueshëm, sepse akoma ka plagë të hapura, akoma ka viktima dhe persona të pa gjetur, shumica shqiptar, edhe të cilët janë zhduar, janë vrarë edhe janë masakruar qëllimshëm nga një aparat shtetëror hegemonist i Serbisë Miloševićit. Andaj mendoj që ju nuk e di kohën sa ki pas, interesimin besoj, po du me besu që s'ka mungu, por para kuvendit duhet me na sjell një raport mbi këto ngjarje, edhe mendoj kjo ngjarje më shumë me shërby për mi ndalu të pavërtetat në Kosovën e pas luftës, që kanë rrjedh më shumë si betejë politike se sa si realitet e mbrojtjes së vërtetës historike në Kosovën e pas luftës. Tash ju keni përgjegjësinë, atësa keni edhe privilegjen, ka mujt me qenë edhe dikush tjetër në këtë pozicion, nuk du me personalizu, dhe me thonë juve ju takon ma shumë ose ma pak, mendoj që çdo qeveritari takon njëjtë nëse dënë me kry detyrë me ndirë edhe me përgjegjësi para ligjit edhe para kushtetutës, por mbi të gjitha para qytetarëve të Republikës së Kosovës. Faleminderit shumë. Atëherë, e thatë edhe ju, deputet mirë, kishte qenë me ik aspektit të bërit politik me tema kaq të ndihshme, kjo vlen për gjithë. Ajo çka ka ndodhur 2 javë të fundit dhe me këtë çfarë duhet me shpjegu, pa dash me kriju debat politik këtu, krijimin i opinionit publik se kinse ministria që unë u theq, pavarësisht emërtimit që ka, dhe tash ja shpjegoj pse,
ka një lloj përgjegjësie në raport me ato që ka ndodhur në ekspozitën në shesh. Njëherë më u tregu që në Republikën e Kosovës mekanizmat të institucionet janë ndame në fushën e tij. Rrjedhimisht, mekanizmi ose instituti që bën përmbledhjen historike nuk jam unë, është Instituti Historisë. Institucioni që bën verifikimin e fakteve është Instituti për krimet e luftës, IKKL-ja, që është i themeluar para 2-3 vitesh. Ministria e ka për mandat reagimin, mbrojtjen e vlerat të luftës, reagimin kur ato cënohen. Dhe çka kum bëu unë është, nuk po them që jam i pari, për ndër të parë që kum reagu për këto, për ekspozitën që ka qenë shesh. Veç një post në Facebook apo? Çfarë që kum bëu është, kum bëu thirrje ndaj prokurisë. Jo, përveç atij Kur ju vjen postimin rada, mos e ndërpreni ministrin juve. Unë nuk kam mekanizëm aktual që shkoj me i hek, nuk kam mekanizëm aktual që shkoj me i hek këto pllakate që kanë qenë shesh. Sepse Komuna Prishtinës e ka dhënë lejen, jo unë. Dhe Komuna Prishtinës rrjedhimisht i hek ato. Financimin e dini kush e ka bu? E kanë bu disa prej institucione, prej organizata, edhe vetë Kuvendi i Kosovës, për ministria. Dhe rrjedhimisht kur them Kuvendi i Kosovës, sinqerisht tam gjithë ne, gjithë ju që jeni këtu. Sepse gjithë anëtarët e Kuvendit të Kosovës të Rusisë kanë miratu çat vendim. A thëmë që ka qenë e qëllimshme, jo s'thëmë që ka qenë qëllimshme. A thëmë që ka mujt me u evidentu, është pak problem, s'është pak problem, sepse ka shpjeguar edhe kryetari i Kuvendit.